Me thaqin kryeministër, Kosova pati një buxhet të ndërtuar kryesisht nga të hyrat doganore, ndërkaq raporti mes importit dhe eksportit ishte 1:8. Me thaqin kryeministër, u vodhën 25 kg ari në dhomën e dëshmive të policisë në Pej. Me thaqin kryeministër, arsimi universitar u rënua nga politizimi i skajshëm i UP-s, nga publikimet plagjatur dhe nga 32 universitetet private ku shumë nga profesorët ishin bashkëpartiak të thaqit. Me thaqin kryeministër, Kosova nuk mori asnjëherë raport progresi me nota pozitive, për çdo vit BE-ja përsëriti nevojën për të luftuar korrupsionin dhe krimin. Me thaqin kryeministër, Kosova u rendit në raportet ndërkombëtare si një vend gjysmë autoritar dhe me korrupsion super të lartë. Me thaqin kryeministër, shëndetësia u dominua nga skandalet me klinikat private, ndër të cilat rasti i klinikës Medicus me trafikimin e palegjshëm të veshkave. Me thaqin kryeministër, KQZ-ja u detyrua të dorëheqej nga kërkesa e saj për të vënë kamera në vend votime, çka u pasua nga vjedhja masive e votave. Me thaqin kryeministër, Kosova pagoi 6 milion euro kompanisë izraelite Saçi & Saçi për një spot publicitar që doli të ishte i kopjuar. Me thaqin kryeministër, i tërë distribucioni i kekut u shit për vetëm 26 milion euro. Me thaqin kryeministër, u nënshkrua një marrëveshje pa çmim për autostradën e Kombit, që rezultoi të ishte autostrada më e shtrenjtë në Evropë. Me thaqin kryeministër, aeroporti Prishtinës u dha me koncesion për 20 vjet për vetëm 100 milion euro. Me thaqin kryeministër, në Kosovë u aplikua privatizimi i tipit neoliberal, siç ishte bërë në vendet afrikane dhe amerikano-latine. Rezultati i privatizimit ishte që fabrikat dhe ndërmarrjet u shitën, por investimet nuk erdhën. Me thaqin kryeministër, ai që kishte drejtuar procesin e privatizimit, Dino Hasanaj, u tha se u vetvra me 12 goditje me thik. Me thaqin kryeministër, filloi valja e parë e emigrimit që solli tragjedinë në lumin Tisa. Me thaqin kryeministër, Mitrovica mbeti ndar përkundër aksionit të policisë së Kosovës në veri më 25 korrik 2011, policia u detyrua të zmbrapsej duke humbur pjesëtarin e saj Enver Zymberaj. Me thaqin kryeministër, transformimi i FSK-s në ushtri u shtye nga një vit në tjetrin për të mos u bërë ende. Me thaqin kryeministër, ekonomia e Kosovës mbeti e pazhvilluar njësoj si dhe projekti për të plani Banskoj Bullgarisë. Me thaqin kryeministër, 40% e kosovarëve jetuan të papunë dhe 40% e kosovarëve jetuan në varfëri. Me thaqin kryeministër, Kosova doli me popullsi të përgjysmuar në regjistrimin e dështuar. Me thaqin kryeministër, policia e Kosovës zbatoi urdhra politik për të gjithë ata që guxuan të shfaqin pakënaqësitë e tyre. Me thaqin kryeministër, vetëm brenda vitit 2011, atij ju refuzuan 27 kërkesa për t'u takuar me burgshtetas të Europës. Me thaqin kryeministër, Kosova bisedoi pa ndërprerje me Serbinë, pa kushte, pa dënimin e krimeve të luftës, pa kthyer të pagjeturit, pa marrë dëmshpërblimet e luftës, pa marrë fondin pensional dhe pa marrë artefaktet arkeologjike. Brenda pak vitesh ndryshoi aq shumë, saqë në një intervistë për Euronews